Podcasti Ndryshe por bashkë i drejtuar nga Debora Zelaj solli në episodin e kësaj të marte historinë frymëzuese të Gersit Trokës, një të riu me sindromën Down i cili sot është student universiteti. Një rrëfim njerëzor përtej paragjykimeve që tregon se potenciali nuk përcaktohet nga diagnoza, por nga mbështetja, besimi dhe mundësitë që i jepen një fëmije. Nëna e Gersit, Merita Troka, tregoi që në fillim të bisedës se fokusi i saj është tek e ardhmja dhe sukseset e Gersit dhe nuk i pëlqen që të kthej kohën pas në fillimet e rrugëtimit. Ajo u shprese që në fillim, pavarësisht mungesës së informacionit, kishte pasur mbështetjen e njerëzve të saj të afërt, edukatorëve, mësuesve, por edhe terapistës së parë. Sa herë që e çoja dhe e merja Gersin pasaj, ajo gjithmonë më jepte, domethënë më ngushëllonte me ato fjalët e mira që thoshte dhe nuk i thoshte mbështetja. Thjesht nuk është se ma thoshte sepse donte që të mos mërzitesha unë, po ajo shikonte diçka te Gersi. Gersi foli për fëmirinë e tij duke u shprehur se ka pasur momente të vështira ku është ndjer i paragjykuar dhe i përjashtuar, por kjo gjë asnjëherë nuk e ka ndaluar për të vazhduar përpara. Fëmijërinë time të shkruaj si të vështirë në perime, nuk më njihnin, nuk më panin afër, thonë ku je, nuk të njohim. Kishe vështirësi për të përfshirë me shumë të vështirë për të përfshirë me ata në përfilime ku ishte i vogël. Sigurisht është Sys Lori. E përshëndesim Sys Lori. E përshëndesim sepse ishte në Kopos edhe më ka ndihmuar shumë në anën e përfshirësive ku kishim probleme hasen këtu edhe më kanë ndihmuar shumë. Ndër të tjera, Gersi foli edhe për pasionin e tij për basketbollin, shokët e shoqet e shkollës dhe vështirësitë e punësimit të personave ndryshe. Ai u bëri thirrje personave me aftësi ndryshe të përfshihen sa më shumë në shoqëri dhe mos të qëndrojnë të izoluar nga frika e paragjykimeve. Çfarë këshilli do t'i jepi një djalit të vogël që është me sindrom Down ose me një vështirësi tjetër? Çfarë këshilli do t'i jepi ti që ta motivoje? Edhe unë se po i them djalit me sindrom Down, të tarin të aktivizohen dhe ajo të ngeren pasif në shtëpi. Të jenë sa më të përfshirë dhe sa më të përfshirë në aktivitete dhe si rjetu të bëhen edhe për ato. Merita Troka e ama e Gersit ndau vështirësitë e përditshme në gjithë përfshirjen e personave neurodivers dhe vuri theksi në krijimin dhe rritjen e strukturave mbështetëse për këta persona, edhe pas moshës 18 vjeçare, duke argumentuar se vështirësia nuk kalon me moshën. Ajo falenderoi përzemërsisht të gjithë personat të cilët kanë kontribuar në ecurinë e djalit të saj dhe dha një mesazh të fortë për prindrit, të pranojnë vështirësinë e fëmijës dhe mos të kenë turp dhe frikë nga paragjykimet. E para njërë që duhet ta pranoj dhe mos të mendoj që i ra qelli mbi kokë. I kanë ndryshuar kohët, nuk janë më ato që kanë qenë më përpara, për shembull në periudhën që kam lindur unë Gersin. Po kryesorja është që duhet ta pranoj një herë dhe pastaj të filloj dhe të punoj me fëmijën, qoftë vajzë apo qoftë djalë. Mos të ketë turp një herë, se kjo është shumë e rëndësishme. Ka shumë prindër, të jemi të sinqertë, që nuk duan që ta pranojnë dhe nuk duan që ta nxjerrin dhe kur janë të bindur vetë, nuk i nxjerrin, i mbajnë brenda në shtëpi. Është gjëja më e keqe, domethënë dhe më e dhimbshme që ato mund të bëjnë. Është prindi ai që do t'i japi drejtim fëmijës së tij, jo duke e mbajtur brenda në shtëpi, por duke e nxjerr, duke marrë informacion dhe duke i anashkaluar ato paragjykimet ose ato vështrimet në rrugë ose mua tashimi janë bërë domethënë gjëja më normale që nuk më bën përshtypje fare. Dhe nga ndonjëherë kur jemi aty me nënat që jemi të mbledhura për një arsye ose për një tjetër, është ndonjëra që mund të shpërthejë kështu, mos u mërzite, mos e merr me kaq vrull këtë gjë, pa tha
I ka për vete, neve vazhdojmë punën tonë. Në këtë rrugëtim emocional, episodi i dytë u ndal te rëndësia e zhvillimit, shkollimit dhe mbështetjes, duke sjell edhe perspektivën e vet të riut mbi jetën, ëndrat dhe arritjet e tij. Nga fëmijëria deri në auditoret e universitetit, historia e tij erdhi si një mesazh i fortë për shoqërinë. Ndryshe, nuk do të thot më pak, një episod që synoi të thyej stereotipet, të krijojë ndërgjegjësimin dhe të tregojë se çdo fëmijë ka potencial të zhvillohet kur dëgjohet, mbështetet dhe besohet. Një histori për forcën, dashurinë dhe fuqinë e mosdorëzimit.